Në një kohë kur dialogu, mirëkuptimi dhe bashkëpunimi ndërkulturor janë më të rëndësishëm se kur, programet e shkëmbimit rinor vazhdojnë të krijojnë ura mes njerëzve dhe kulturave. Të rinj nga vendet të ndryshme të Europës janë mbledhur në Kosovë në kuadër të programit nga Komiteti Ndërshtetror i Rotary, Gjermani-Kosovë, me synimin për të njohur më mirë kulturën, historinë dhe realitetin e vendit, por edhe për të ndërtuar miqësi dhe partneritete që zgjasin për te kufive. Përmes aktiviteteve të përbashkëta, dialogut dhe projekteve rinore, ky shkëmbim promovon tolerancën, diversitetin dhe qytetarin evropiane. Për diskutuar për këtë temë, në studio kemi të ftuar zotri Heiner Grunewald nga Komiteti Ndërshtetror i Rotary Gjermani-Kosovë në seksionin Gjerman dhe Eric McKinley, udhëheqës i Komitetin Ndërshtetror i Rotaries në Gjermani dhe Kosovë në seksionin kosovar. First of all, welcome. It's a pleasure to have you here in our TV show. Thank you. My pleasure, thank you. Faleminderit shumë, sigurisht kënaqësi që flasim edhe mësojmë tepër për aktivitetin që e keni nesër apo jo, edhe një aktivitet siç e shpjegoi Egzona shumë interesant ku janë të përfshirë të rinj nga vende të ndryshme për të shkëmbyer ide mbi ato që janë shqetësime, jo vetëm të një vendi të caktuar, po tashmë edhe shqetësime globale. Si u bë që erdhi deri te ky organizim? It all started already 8 years ago. Para 8 vitesh, At that time I was busy në atë in kohë ICC, isha i zënë në Turkey. ICC Gjermani, Turqi dhe një ditë me dua me pse të mos të takohemi Gjermani, Turqi dhe për njerë gjetëm edhe në Kosovë dhe ka qenë një përvojë të jetë e bukur, na ka pëlqyer shumë, njerëzit kanë qenë të jetë mbështetës për këtë ngjarje dhe pastaj na doli ideja që të krijojmë një ICC për Gjermani Kosovë, po ashtu. Dhe kjo është arsyeja pse jemi tash këtu dhe natyrisht ICC-ja është themeluar diku rreth mesit të 2020-s dhe siç e mbajmë mend të gjithë, ka qenë pandemi në atë kohë dhe çdo gjë zhvilloi shumë ngadalë, megjithatë tani gjithçka është në rregull, të gjithë jemi këtu së bashku me afërsisht 25 të rinj dhe kalojmë kohë të bukur. Cili në fakt është misioni i ICC-s Gjermani-Kosovë në këtë edicion dhe pse është zgjedhur pikërisht Kosova të jetë vend mikpritës i këtij viti për këtë aktivitet? Qëllimi kryesor i ICC-s është që të promovon fellowship dhe shkëmbimi kulturor. Dhe për këtë arsye kemi sjellë studentët këtu për të bashkëpunuar për tema, për të bashkëbiseduar, për të zhvilluar ide së bashku dhe me shpresë të ndërtojnë miqësi, afërsi të gjata për te kufive. Pra, në këtë moment po punojmë shumë në ide të ndryshme, kemi përgjedhur temën e ndotjes me plastik këtë vit. Është një temë për të cilën të gjithë kanë interes dhe shpresojmë se nesër do të dalin me prezantime që kanë për të na ofruar disa ide interesante dhe mendime si të trajtojmë. Po më intereson para se më ndalë edhe ato që do të prezantojnë edhe të punat që është bërë deri më tash. Ju prezantoni seksionin kosovar. Si është rregulluar kjo edhe si ndodh? Nuk është rregulluar në mënyrë formale. Kemi diku rreth 23 klube në Kosovë, 7 në Prishtinë, dhe kushdo nga klubet që do të jetë pjesë e ICC-s dhe të kontribuoj në këtë lloj aktivitetesh është i mirëseardhur që të bashkëngjitet. Është njëjtë si në rotarizmin përgjithësi, është goxha shumë jo formale, mbi baza vullnetare. But you live in Kosovo? I live in Kosovo, yes. Okay. Jeni kosovar. Ndoshta ju me letra, po... Okej, po shpresoj që keni marrë veçantë e mira tonat. Sorry?
excellent things. That's why Po, I'm still shkëlqyera, here. kjo është arsyeja pse jam këtu ende. Okej. Sa I konsideroni në fakt të rëndësishme programet e tilla të shkëmbimit rinor në ndërtimin edhe të mirëkuptimit ndërkulturor mes vendeve dhe mes sigurisht pjesëmarrësve në këtë aktivitet? I think this Mendoj contact se between different ky people, kontakt ndërmjet njerëzve të ndryshëm është pjesa qendrore e rotarizmit, bringing people together, të bashkuarit të njerëzve, të kënaqen së bashku dhe kur shikoni, kërkoj you ndjes, see that you can have fun Kur with another person. shikoni You se also get kënaqeni me the një ideas person tjetër, to po set ashtu up keni ide që të whatever project krijoni çfarë do qoftë projekti për të ndihmuar njerëz të tjerë. or might be for the Dhe very kjo poor mund të jetë people, për si për ata shumë të varfërit, for this ose friendship, për këtë fellowship, mitësi, long-lasting fellowship. This is what Eric just said. raporte afatgjata, siç e tha edhe Eriku, dhe sa për të demonstruar këtë nesër në mbrëmje do të kemi 3 persona That we had in në 2019 seminar që kishim në vitin 2019 këtu, explicitly come in dhe ata vinë shprehimisht për the event. këtë ngjarje, ekskluzivisht 2 janë nga Prishtina dhe një tjetër person vjen nga Gjermania vetëm për këtë ngjarje. Mendoj se It's such a nice diçka indication. dhe indikacion të jeti mirë. Absolutisht. Mirë, fokusi I kësaj ngjarje është përmirësoni nëse kemi gabim, supa e plastikës në qytet është supa, kështu si metaforë, ndikimi I planifikimit urban në mjedis edhe pra pjesëmarrësit e eksplorojnë sfidat më të mëdha të kohës, mbetjet plastike dhe ndotjen e mjedisit, që është një problem pra sigurisht lokal shumë I madh, por në përgjithësi një problem global, apo jo, sidomos secili vend I ka sfidat e veta, cili pak më të zgjidhshme e pak të trajtuara në formë tjetër, po dikush tjetër si vendet në zhvillim ose siç është Kosova, vërtet kemi shumë probleme në këtë aspekt. Pse është zgjedhur kjo temë? Çfarë synoni të arrini me këtë temë? I don't think we're trying to achieve Nuk mendoj any se mundohemi të arrijmë complete solution to ndonjë the zgjidhje problem. të We plot brought them për këtë together, problemin. to create this Kemi cultural bashkuar exchange këta persona për të and krijuar fellowship. shkëmbim kulturor dhe për të You can përmirësuar sit down and talk about mitësinë, that. por mund të When uleni you dhe bring të them bisedoni into për a këtë dhe kur workshop environment fosni and në give një them mjedis të an punëtorisë issue, a dhe problem jepni to një work on, çështje problem për të they punuar have, në të, atëherë more of a motivation to kanë talk më together, shumë motivim to për get të involved with each other, folur, exchange ideas. për të bashkëbiseduar, shkëmbyer ide. That's why we've chosen this Dhe kjo është arsye pse kemi përzgjedhur këtë temë këtë vit, sepse është diçka e përgjithshme dhe të gjithmonë të përshtirë. Nuk presim results. zgjidhje shkencore, por thjesht duam të dëgjojmë disa ide interesante dhe ata shpresoj pastaj të kthehen me këto idene për vendet e tyre dhe ndoshta të punojnë më shumë në ato. Por është si ta them, një lloj instrumenti ose metodi për të I shtyrë që të bisedojnë, shkëmbejnë ide, të bashkëbisedojnë In other words, me yes, fjalë të tjera. we're talking Po, about this environmental flasim issues, për këto çështje mjedisore. idea of Ka Eric qenë that ideja e Erikut në atë we kohë discussed it here, dhe e kemi diskutuar vice këtu rector of the university. me She zëvendës said, rektoren e "Oh, you universitetit, should dhe ajo ka focus thënë, a little bit more." po duhet të përqendroni pak më shumë prandaj, pastaj edhe kemi futur këtë So, pjesën e this is planifikimit what we did urban. done on the Kjo direct është level. që është bërë në nivelin drejt për drejt. We think Në nivelin e that we mesëm brought together mendojmë once se again kemi sjell people përsëri njerëz Germany, nga from Turkey, Gjermania, from nga Turqia, Kosovo, nga Kosova, from Macedonia, nga Maqedonia, Austria, Australia. Albania. Shqipëria. So, and I'm sure that I just have forgotten some. Austria, Jam I bitur se a? kam harruar. I Austria. think you forgot Austria as well. Në fakt, e tham qysh në fillim që ky projekt është iniciuar dhe është organizuar nga ICS Gjermani dhe Kosovë. Do të bëj bashkë si ngjarje rinore, ndërkombëtare rinore mbi 30 rinë të moshës nga 18 deri në 26 vjeç nga Ballkani, por edhe Evropa gjithashtu. Kush mund të jenë pjesëmarrës të ngjarjes? E tham, ngjarja do të mbahet nesër, ditën e premte, nga ora 14 në amfiteatrin e Universitetit Prishtinës, por kush do të mund të jenë pjesëmarrës në këtë? Ose si ka qenë përzgjedhja atyre? Si është bërë përzgjedhja për këta 33? We did Ne edhe some kemi publicity. bërë pak reklam gjithandej Rotary Evropës, ka shumë organizata Rotary që na ndihmojnë, local clubs.
qofshin ato klube lokale dhe kemi kontakte të mira edhe me klube tjera, veçanërisht me ato në Turqi. Kjo ishte e para, pastaj është një organizatë që quhet Rotaract, klubet rotariane të të rinjve të moshës 18-32 vjeç dhe kanë një organizatë në gjithë Evropën dhe kemi prezentuar informatën në këtë këshill të evropianëve të rinj dhe pastaj edhe ata e kanë shpërndarë. Kështu që nuk ka qenë tepër e ndërlikuar, por na është dashur që ta bënim dhe ja kemi dalë, jam i lumtur me këtë dhe duke ju falendëruar njerëzve të ndryshëm edhe këtu në Kosovë. Edhe nga Gjermania. Cilin perspektiva të ndryshme këta të ri që vinë nga vende të ndryshme të Evropës, nga kultura të ndryshme edhe nga backgroundet të ndryshme edhe shkollore akademike, sot që janë shumë të ri, apo jo, sa ishte 18-26. Por ç'është është profili i këtyre të rive, si më thonë, ç'a keni kërkuar nga këta të ri? Çfarë profilësh keni kërkuar në ato kriteret? Nuk kemi kërkuar ndonjë profil të veçantë me qëllim. Kemi dashur të kemi një diversitet të njerëzve me gjitha llojet e propavijave, ideve, thjesht sa për të bashkuar dhe diskutuar. Dhe me shpresë të ndërtonim miqësi dhe afërsi. Pra absolutisht nuk ishte asnjë lloj kriteri. Që kishin çfarëdo lloj propavije akademike, shkencore. Të gjithë ata që ishin interesuar për temën kanë qenë të mirëseardhur të bashkoheshin. Pra kemi student nga fakultetet të ndryshme, shkenca mjekësore, inxhinieri, filologji, disa mësues të gjuhës angleze, pra një varietet i plot. Dhe Rotary simboli është që duhet të kene një rotë që sillet dhe kjo funksionon shumë mirë kur keni njerëz me mendime të ndryshme. Sa konsideroni që programe si këto ndikojnë në zhvillimin personal dhe profesional të trinjve, marr parasysh që mosha nga 18 dhe 26 vjeç janë një moshë kur ende janë duke ndoshta eksploruar për të ardhmen edhe për profesionet e tyre. Mendoj se mund të japim kontribut. Pra, nuk presim gjëra të mëdha prej tyre. Secili person duhet të marrin ato që mund të marrin nga vetja. Por një person, për shembull, ka ardhur për herë të parë me fluturim, asnjëherë nuk ka hip në aeroplan, asnjëherë nuk ka qenë jashtë vendit të vet. Pra, vinë këtu dhe eksperiencojnë diçka të re dhe shpresoj se do të zgjerojnë horizontin dhe herën e ardhshme kur të udhtojnë do të kenë pak më shumë përvojë dhe do të ishin pak më shumë relaksuar. Programet e një ditor, Intensiva? Ka qenë 4 ditë, kemi filluar të martën në mëngjes A, nesër është të përmbyllja? pramten. Okej, nesër është dita e mbyllis. Mirë, çfarë presni? Yes. Shumë e rëndësishme. Sot e bëjmë një ekskursion në Prizren. muzika, po. Pra, nuk është vetëm punë e zellshme, por It's fun poshta. sometimes. Edhe pak zbavitje. Okej, jo me që jemi këtu se desha me ju pyet diçka tjetër, por me që i përmendet edhe këto shëtitje, se po besoj keni organizuar këtë, si më thonë, këtë kurs, trajnim, si me quajt këtë organizim, e keni organizuar në atë formë që edhe me dalë me pa vendin edhe me njoftë. Çu janë përshtypjet e trinjve, sidomos atyre që janë më nga larg për vendin tonë? Erik, me që je gjysmë kosovar? Në fakt, është kënaqësi që të sjellim këtu njerëz për t'ua treguar Kosovën dhe shumë prej tyre largohen me përshtypje shumë më të bukur se sa kur kanë ardhur. Pra njerëzit ende kur vijnë. A little bit of prejudice për Kosovën. Dhe ata vinë këtu, shohin, takohen me njerëz për cilët unë e konsideroj se janë shumë miqësorë dhe të mirë. E shohin kulturën. Do shkojmë në Prizren, ju a tregojmë edhe vendet e pjesë të bukura të Kosovës. Dhe përsëri nuk është qëllimi, por sjellurit e studentëve këtu në Kosovë e ndihmon edhe Kosovës për të treguar anët e bukura të Kosovës që janë shumë ta, duhet ta shtoj. Është kënaqësia imja. Pasi kam jetuar një kohë të gjatë.
No, we have a proper critique. Jo, kemi një Ciceron të mirëfillt. Sigurisht, planet e ICC-s Gjermani-Kosovë dhe për projekte tjera do të vazhdojnë, nuk do të jetë projekti i vetëm, po punoni aktualisht për diçka tjetër, ndonjë aktivitet tjetër që do të vijë shpejti në kuadër të komitetit ndërshtetëror? Yes. The next step Hapi i radhës do të jetë se do të jemi më së të lumtur të kemi miqtë tanë kosovar të vinë në Gjermani, ku do të qoftë kjo në Gjermani, thjesht sa për të diskutuar, për të ndarë një ose për të pirë nga një gotë verë, për të ndërtuar ide të reja, për çfarë do qoftë projekti. Unë mendoj se kemi goxha shumë eksperiencë me këto punëtori, seminar. Ideja ime është që të vazhdojmë në këtë drejtim, sepse ndihmon për të krijuar miqësi. Ky është hapi i parë konkret që do ta bëjmë dhe sipas gjitha gjasave gjatë verës ardhshme do të jemi përsëri këtu të ulur për çfarë do të qoftë punëtorie tjetër lidhur me ku ta diun automjet apo çfarë do të qoftë ajo. Të shtojmë edhe se kishim një mbështetje të jashtëzakonshme nga Universiteti i Prishtinës dhe nuk do t'ja dilnim pa ndihmën e tyre, me të vërtetë. Kanë qenë të dobishëm. Gjithashtu kryetarin e Prishtinës përparim Roma, në ceremoninë mbyllëse keni edhe kryetarin e Prishtinës, pra që ka më mbajt një fjalë rasti. That's the plan, yes. Okej. Mirë, çfarë do doni t'ju që këta të ri, momentin kur përmbyllet nesër, pas nesër kur do që fluturojnë, pra me marrë me vete nga kjo përvojë, nga kjo eksperiencë e Prishtinës? E themi në ftesë, ngjarja këtu në terren nuk kushton asgjë. Neve kujdesemi për paratë, por ata duhet të paguajnë biletën dhe bua bëjmë dije përse përket biletës aeroplan. Kërkoni nga klubet rotariane, ndoshta edhe ato mund t'ju ndihmojnë. Kështu që çfarë do të ndodhë me këtë është se ata janë të detyruar ta bëjnë një prezantim lidhur me ngjarjen këtu në Kosovë dhe kjo është se si idetë mira të Kosovës mund të shpërndahen në mënyrë gjithandej nëpër Gjermani ose gjithandej nëpër Turqi ose në vende të tjera. Është një pikë në oqean kjo që po bëj, por shpresojmë se mund ta ketë një efekt valësh shpërndarjes me një fushë veprimi më të gjerë. Absolutisht. Mr. Grunewald, thatë që për një kohë keni shërbyer në Turqi, pastaj erdhet në Kosovë. Ishte kjo hera e parë e punës tuaj, eksperiencës, qëndrimit tuaj në Kosovë dhe me çfarë përshtypje po shkoni nga këto, nëse përfundon këtu aktiviteti juaj? Jo, kjo është hera e 6 ose 7 që vizitoj qytetin shumë të bukur tuaj dhe do ta them. Të gjitha përshtypjet vetë se janë rënjosur brenda trurit tim. Me të vërtetë më duhet të filloj edhe nëse nuk gaboj edhe kam përmendur. Njerëzit janë aq miqësorë dhe ofrojnë ndihmë kaq shpejt, kjo ka qenë diçka impresive. Dhe po ashtu më pëlqen shumë edhe mjedisi në Prishtinë, çuarit nëpër Bjeshk. Kjo nuk është keqe, po ashtu edhe vendet historike si Prizreni. Me të vërtetë mbreslëse. Unë poshtë para se të filloni me emisionin ju u ndalet, si më thonë, edhe e komentuat këtë pamje. Bëni përshtypje. Çfarë ju thotë kjo pamje? Apo ju ndoshta vetë treguat që keni qenë te fakulteti, te Universiteti i Prishtinës? We had our workshops. Jo, punëtorit këtu i kemi organizuar këtu në departamentin e filologjisë dhe ceremoninë edhe hapse edhe mbyllse do të jenë pak më lartë. Por ka qenë thjesht interesante të shihnim këtë. Nga kjo pozitë keni pasur. From this position. No. Kjo është një pamje drejt për drejt që sillim nga ndërtesa e Radio Kosovës. Shumë faleminderit që erdhët sot.
Kënaqësi që ju patëm në studio edhe folëm për këtë projekt që është shumë interesant sigurisht, e po shpresojmë që vërtet atë që e thatë ju zoti Erik që ta marrat formën e valës edhe vërtet ta ketë efektin e duhur, edhe të na bëjë të mendojmë shumë më shumë, edhe shumë më arsyeshëm për ambientin, shumë më pozitivisht për ambientin në përgjithësi. Ishte kënaqësi, faleminderit. Yeah, thank you very much. Ju falënderit juve. Ju falënderit për ftesën. If somebody is interested, Nëse dikush është interesuar për aktivitetet tona, thjesht kontaktoni klubet rotariane ose Erikun dhe do të gjejmë mënyrën për të integruar këto në aktivitetet tona. we will be more than pleased. Do të ishte më shumë se kënaqësi për neve. Faleminderit Një shumë. mundësi shumë e mirë kjo. Po, mundësi shumë e mirë, sidomos për gjithë të rinj që dëshirojnë të bëhen pjesë e diskutimeve dhe aktiviteteve të tilla.